Në Gostivar është hapur një ekspozitë e veçantë e piktorit Shinazi Baki, i cili pas dekadash jetese në Turqi, rikthehet me një koleksion veprash të frymzuara kryesisht nga vendlinja dhe kujtesa historike. Ekspozita përfshin rreth 130 vepra arti, ku mbi 70% e tyre pasqyrojnë motive nga Ballkani, me theks të veçantë në qytetet si Gostivari, Tetova dhe Shkupi. Në këtë koleksion përfshin grafika urbane, motive nga periudha osmane, si dhe elemente të kulturës dhe jetesës së dikurshme në këto treva. Vetë artisti thekson se boshti kryesor i krijimtarisë së tij është nostalgjia për vendlinjen. Edhe pse prej dekadash jeton në Stamboll, ai mbetet i lidhur ngushtë me Gostivarin, ku ka kaluar një pjesë të rëndësishme të jetës së tij. 130 tane şey var, eser var yukarıda. Janë 130 vepra arti. Nga ato 130 vepra, 70% kanë të bëjnë me Ballkanin, me Maqedoninë tonë. Ka grafika të qyteteve tona, kryesisht të Gostivarit, pastaj të Tetovës, Shkupit. Të gjitha kanë pak diçka. Unë jam nga Gostivari, kam jetuar këtu për 35 vjet. Pas 35 viteve këtu, tashmë kam 40 vjet që jetoj atje në Turqi. Motivi është nostalgjia për vendlindjen. Me që jam me origjinë nga Maqedonia, fokusi është te Maqedonia, malli për qytetet e mia. Edhe pse kam 40 vjet në Stamboll, përsëri ndjej mall për këtë vend. Kam dëshirë të jem këtu, sepse këtu kam lindur dhe jam rritur. Toka të tërheq. Kjo është ekspozita e parë e tij në Gostivar, ndërsa më herët ai ka ekspozuar në Shkup dhe në disa qytete të Turqisë. Përveç krijimtarisë artistike, ai ka një kontribut të gjatë edhe në arsim si profesor i artit figurativ. Ndërkohë, njohësit e artit vlerësojnë lart punën e piktorit, duke theksuar lidhjen e fortë emocionale me vendlinjen dhe pasqyrimin e saj në art. Sipas profesorit Reshad Ahmeti, artisti dallohet për mjeshtrinë në përdorimin e teknikave si akuareli, tushi dhe kollazhi, si dhe për ndjeshmërinë në trajtimin e ngjyrës dhe formës. Përveç realizimit urban, në veprat e tij vëren edhe elemente abstrakte dhe figurative. Ekspozita e sotshme do të thotë se vendlindja ka aq gravitet të fuqishëm shpirtëror që pavarësisht se është pjesë të planetit, gjithmonë të tërheqet vendlindja. Motivet e krijimit të tij, nëse mund t'i shihni, është nga bota islame, filozofia islame, arkitektura islame, objektet islame, mirë për përpunuar në mënyrë mjeshtrore që i takon teknikave që i përdoren. Akvarelin, tushin, kollazhin, mund të shihni ka dhe figuracione. Për shembull, Mevlanët i ka treguar në lojën e tyre që është shumë i njohur në botë, objektet fetare, hamamet, xhamit e kështu me radhë. Është mjeshtri i mirë i vizatimit, është mjeshtri i mirë i sensibilitetit të ngjyrës në objektet që janë urbanistike, por edhe kemi figuracione të cilat janë edhe pak abstrakte. Që do të thotë, para nesh kemi një artist të mrekullueshëm, i cili nga jeta të gjitha gjërat që i bie jetën, s'ka mund të themi të ekspozone në këtë lëmi, por gjithmonë shihet se kur ka gjetë kohë të pikturon, e ka bërë me shpirt, e ka bërë me dije, të gëzohem që sot e kemi bashkëqytetarin ton, ta reflekton atë nostalgji që e ka për qytetin ton, por edhe mjeshtrinë që posedon. I uroj sukses mbi gjitha shëndet. Ekspozita vjen si një dëshmi e një jete të ndarë mes dy vendeve, por të bashkuar përmes artit dhe kujtesës. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për publikun gjatë ditëve në vijim, duke ofruar një udhtim artistik mes nostalgjisë, historisë dhe identitetit kulturor.